Mjekësia familjare si koncept të indymite në Kosovë. Unë e përmena me kolegët më herët, unë e kumë lanë në tërët kirurgjin plastike, vitin 2000, jo marrë dhe kumë bo reforma në mjekësi familjare, që jam pishman. Jo më bile shumë krenar, ose prej 2000-ës, kumë fillu me një grupë kolegëve që sot tash disa e në pension, disa po pensionohen, po nuk... Ndoshta nuk unë dëgju për i fillimit, a duhet edhe njerë më janë njësa? Mirë, po jo, kemi dëgju për e mikrofonat. Dëgju ma mirë. Dhe më thonë si koncept mirë, po tash pat mirësisht është specializimi cili është i pranum bëj Kolegjit Mbretëror Britanes, është i vetëmi në rajon, është specializim 3 vjeqar në kodër cilit ka shumë specializime që mësohen, edhe janë jashtëzakonisht mirë. Ju mund të merrni edhe inputet ose informacionet prej prindve t'juj ose familjarët t'juj që marrin shërbime kujdesin parësor. Nuk po flas veç për Prishtinën, e cila përbes është në nivelin shumë të mirë. Une jam edhe antar i Akademisë Amerikane të mjekëve familjarë dhe britanez, edhe atyre të botëror të Banka World. Është niveli më i mirë në rajon për sa i përket mjekësisë familjare. Na kuptohet që mujmë shumë më mirë, po aspekti tjetër është edhe aspekti që e përmeni më herët kolegu pagesa. Nuk është pagesa e tetshme e mjekëve që për krahas punës që bëjnë. Për krahas punës ose në vlerësim për punën që e bojnë. Shumica prej tyne bojnë edhe një punë tjetër dytë për me mujtë me mbjetu. Po e hekum, po e apostrofojmë këtë pjesë, me që sot nuk po shohim për mjerë, është pjesa ma e ndihshme dhe ma pundënse. Tash ata 80% punëve i kryjnë e shërbimin ose pagat i kanë të mjerushme. Sigurisht se politikë bërësit me të ardhmen duhet me ndojnë edhe në aspektin e punëtorëve shëndetësor të nivelit të infermierisë veçallër. Tash, unë i maj mend se më kom punu edhe para luftës në Kosovë si mjek, kom punu edhe pas luftës, krahasimi i infermierisë para dhe pas luftës është si nata me ditën. Dhe më thonë është një avancimi jashtëzakonshëm edhe profesional, edhe ngritjes intelektuale. Sot kemi infermierët cilat janë magjistër dhe doktor shkenca, është katedra e infermierisë në kuadër të Universitetit Prishtinës që është për knatësia, edhe me bo pak ma relaksuse, i kem na gjithmonë disa debate me kolegët se deri ku jem ose jo, zakonisht mas shumë të problemet i kemi me ginekologët, se dhe në cilë nivel e kem pjesën e kontrolës. Mirë po ginekologët zakonisht në majnë gishta, pjesa gishta është e jona, pjesa tjetër është e menagjimit kirurgjik, që nuk dashti kolegu i rime. Kema model. Ma relaksuse emisione. Po, jo me përvojë të tjetërit. Realisht gati për pension. Po roli mjekit familjar është krucial. Mirë është. Mirësisht, tash është mirë, po regulohet edhe kam regullu sigurisht me ardhjen e sigurimit shëndetësor, se krejt këto protokolle që i përmenëm përditësimi tyne, unë kom qenë edhe në kuadër të Këshillit Kombëtar për fyzë protokolle, edhe është punu jashtëzakonisht shumë, janë bo përmi 300-400 protokolle në Kosovë, edhe pse është udhëzimi administrativ i cili përcakton që aty ku nuk ka protokolle mund të përdoren ato që i përmenëm të organizatave relevante që është OBSHE-ja ose organizatat britaneze, amerikane, kështu me radhë. Dhe më thonë, me ardhjen e sigurimeve shëndetësore, mos të mendojmë gjithmonë se... Inshallah bibjen babadimre. Shpesojmë tash me këtë vetë që do të vjenë, e besoj që po. Ndoshta nuk po zgjatëm, po unë jam prej 2000-ës ministrie, se cila qeveri që ka ardhë e ka pas prioritet. Po, përsa ta vëllam babadimri. Asnjëna nuk ka hyjë në to. Realisht, sigurimin shëndetësor në asnjë moment nuk e sjell ministri i shëndetësisë. Atë e sjell kryeministri dhe guximi i qeverisë së ardhshme, cila do të jetë, sigurimi shëndetësor lyp investime. Se nuk mund të kërkosh ti prej pacientit që të bëj pagesën, si është ajo 3.5, Shqip plus 3.5, kur në fakt ti nuk e mbledh premiume. E këto brenda vitit parë veç duhet të shifen, e pastaj është aty raporti jon me specialistat që i kem këtu, edhe pastaj na e dim se ku i çojmë, me që shumicën e kohës keni parasysh ne kem probleme me që në SHKUK ose në ÇKUK lista e pritjes është bukur e gjatë. E ne nuk kem drejt që të rekomandojmë që të shkojnë pacientat në prakës private, e me ardhjen e sigurimeve shëndetësore, sigurisht se këto çështje do të rregullohen, çka është qëllimi i krejti joni është për një shërbim shëndetësor sa më cilësor për pacientë tonë. Pyetja në fillim që e bona am kështë kalu për mjeke, e po ata pikrisht për shkak se ne në të ardhmen
po shkojmë ka ajo që kemë me pas nevojë edhe për shërbime shëndetësore, po hym në atë pjesën e fazës sëmundjeve qofshin kronike, ngjitse jo ngjitse, po që do të duhet një përkujdesje, e ne si mjek kem qef që edhe neve me na kontrollu ekip shumë i mirë ose profesionist që janë të përgatitur jashtëzakonisht mirë. Në gjitha mund të kenë si themi improvizime, mjekësia nuk ka improvizime, mjekësia është shkencë edhe ardhë në veti. Unë gjithmonë e thamë fëmin tem ku që besoj i rekomandoj edhe tjertë me shku, kështu që Ashtu është. do me thonë nuk ka tjetër opcion këto të besimit ose mos besimit.